Vitet e fundit Durrësi ka mbajtur peshën kryesore të akomodimit të turistëve të huaj, por dhe shqiptarëve të Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe diasporës. Kjo jo vetëm për shkak të faktit se qyteti bregdetar është një destinacion që ofron bregdet të mrekullueshëm, site arkeologjike dhe historike me mjaft vlerë, paketa turistike mjaft të favorshme për çdo tipologji turisti, por edhe struktura akomoduese që garantojnë një shërbim mjaft cilësor. Nisur nga të gjithë këta faktorë që sektori i turizmit i ka perfeksionuar fal përkushtimit në vite të gjithë aktorëve privat që operojnë në këtë fushë, sezoni këtij viti parashikohet të jetë dhe më i suksesshëm se sa i një viti më parë. Të jem shumë i sinqert, ndoshta mund të jemi çik optimist më shumë se sa ç'duhet, por këtë sezon e shoh sinqerisht një sezon shumë pozitiv, sepse Durrësi ka ndryshuar në shërbime, në pastërti, në rregull, dhe unë e parashikoj që të kemi një mesatare 6-8% rritje nga viti kaluar. Këtë vit, të gjithë operatorët turistik kanë ruajtur paketat turistike që kanë pas dhe nga viti kaluar, nuk besoj që do ketë rritje çmimesh, por gjithsesi pretendojmë që të shtohet cilësia dhe sasia e turistëve që do vinë në Shqipëri. Mos ndryshimi i vlerës së paketave turistike, pavarësisht uljes së pandalshme të euros dhe çmimeve gjithnjë në rritje të gjitha produkteve të konsumit, kjo dhe për shkak të luftës në lindjen e mesme, pritet të sjellë në qytet flukse të reja turistike. Por një qytet që dhe përgjatë sezonit të ulët, një nga problematikat kryesore të tij, ka trafiku në oraret e pikut, përgjatë stinës së verës, pritet të kthehet në një stres të vërtet për vizitorët, por edhe vendasit. Për këtë arsye, nevojitet marrja masave konkrete për normalizimin e trafikut. Trafiku brenda perimetrit qytetit është një shqetësim në sezonin turistik, gjë që duhet parë dhe duhet marrmasa që të jetë një rregullim për të mirën e qytetit, sepse duhet kemi parasysh që fluksi shtohet. Në qoftë se sot jemi në to kushte dhe kemi një ngarkesë, duhet imagjinojmë që në korrikë dhe ngushtë kemi një ngarkesë super më të madhe. Nëse pritshmëritë e dhomës së tregtisë dhe turoperatorëve do të përmbushen, Durrësi do të vijojë të mbetet kryeqyteti shqiptar i turizmit.